Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Në radhë të parë më lejoni që t'i drejtohem me një falënderim dhe mirënjohje shumë të madhe drejtorit ton të medreses, zotnik Kujtim Dervishit, edhe shpresoj që do ta keni mirësinë me e përshtet me një duar turkitje të përzemër sepse e meriton atë. Pastaj nuk ju fsheh dot një befasi shumë të madhe që e kam përjetuar sot teksa ndodhesh në Tiranë në një aktivitet, edhe së bashku me vëllezërit e Myftinisë së Shkodrës, shkuam për të falë namazin e mesditës në xhaminë e Namazgjas. Edhe nuk ju afsheh dot se ishte hera e parë që unë shkeli në atë xhami të madhe. Dhe teksa po bahesha gati për të prit ezanin e mesditës, u mahnita nga një za thujse qiellor. Edhe mu duk se ishte trashëgimi e drejt për drejt e Hazreti Bilal Habeshiut. Edhe ezani i mesditës në xhaminë e Namazgjas sot ishte ezan çift, si ezanet e dikurshme që dëgjoja kur isha student në xhaminë e madhe të Damaskut, në xhaminë e mevitëve të famshëm, shpirtin e të cilit e trashëgojmë edhe ne sot. Nuk kaloi shumë dhe rruga u hap dhe një hoxh me një veshje ndryshe prej veshjeve të zakonshme, çau rreshtat dhe u drejtua në mihrabin e xhamisë së madhe. Nuk ishte askush tjetër veçse një mik i shtrenjtë dhe një mik i madh i imi, i Shkodrës, i Shqipënisë e i marr botës islame, hirësia e tij, profesor doktor Ali Erbash, të cilin e përshëndes përzemërsisht për praninë e tij në mesin tonë. Dhe tash më lejoni që t'i them dy fjalë për princeshat, se ne në fakt kemi ardhur për vajzat dhe nuk duhet ta marrim kohën e tyre. Të dashtuna vajzat e mia, ju sonte keni mramjen e maturimit. Kështu shkruhet dhe kështu thuhet. Në fakt, ju maturimin e keni nisur dhe e keni firmosur atë ditë kur keni marrë misupe përgjegjësinë e angazhimit dhe lidhjes së drejt për drejt me Zotin e gjithësisë, që në ditën e parë të teklifit ju jeni ba të pjekuna për të marrë misupe amanetet e Zotit, ndërsa maturimi i kësaj mramje nuk është asgjë tjetër veçse një hap i ri drejt një ecurie dhe një rrugëtimi që shpresoj të vazhdoj gjatë në kërkimin e dijes, ashtu sikur se tha dhe kryemëftiu i nderuar. Pastaj, ju në mënyrë specifike do të maheni mend si brezi i natës së hijretit, sepse sonte sapo është shfaq hana e bekuar e një Muharremit, që shënon edhe fillimin e vitit të ri 1447. Është të thotë se ju sonte baheni gati të merrni edhe shpirtin e kësaj nate të madhe dhe këtij eventi madhështor për mbar botën islame, hijreti. E unë juftoj edhe lutem për ju që çdo ditë dhe natë juaja nga ky moment e sa të keni të jetë një hijret i sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala, për të përmirësuar fillimisht njetet e zemrës dhe për të marrë mbi supe përgjegjësitë e asaj fjale të madhe të pejgamberit alayhi salatu wasalam që thotë se Allahu don nga robi i tij që kur të veprojë një vepër, en yutqinehu, ta përsos atë. Dhe ju, të dashtuna bija, në fakt jeni shembulli më i mirë dhe modeli më i mirë për vajzat e sotme shqiptare. Jeni modeli i dijes, i përkushtimit, i devotshmërisë, i ndershmërisë, i moralit, i përparimit, i zhvillimit, e Allah azza wa jall e ka bekuar Shkodrën me ju, e lum prind tuaj për ju, e lum kjo tokë për shembullin tuaj, ju uroj me zemër dhe lutem që të keni mbarësi dhe bekim. Allahu ju dasht e ju begatoft dhe qoft me ju në çdo hap. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.